E pëson keq Ledion Liçi i ndodhe papritura pas spektaklit, shkak batuta ndaj Rizartës, ja kthen edhe ky e fundit. Pas spektaklit të fundit të Big Brother VIP, Ledion Liçi zhvon në qendër të kritikave pas një batute të bërë ndaj Rizartës. Moderatori i njohur për stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe humorin shpesh të papritur, këtë herë kaloi cakun sipas ndjekësve. Komentet në rrjetet sociale, veçanërisht në postimin e fundit të faqes zyrtare Big Brother VIP, janë mbushur me reagime të ashpra në Instagram ndaj tij. Teksa përdorues të shumtë shkruanin: "Batuta për Rizartën ishte shumë e shpifur, po të ishe ti babai i saj do të pëlqente." Teksa dikush tjetër i shkruante: "Nga mania për të bërë sa më shumë meme, idiotësit po të nxjerr nga goja." Ndërkohë ndjekës të tjerë kanë quajtur qëndrimin e tij arrogante të papërshtatshëm për një moderator të një spektakli kaq të ndjekur, teksa deri më tani Ledioni nuk ka reaguar mbi polemikat, por duket se ajo që ka reaguar ka qenë vetë Rizarta. Rizarta, e cila edhe në Prime u duk se pas batutës ishte shumë në siklet, ka postuar në Instagram, teksa ka shpërndar një mesazh të shkurtër por domethënës: "Është në rregull e vogla ime, të bën pis, por ti je më e pastra nga të gjitha." Shkruante ajo, teksa ky reagim duke një përgjigje e qartë ndaj Ledionit, duke nuk kuptuar se ajo nuk i ka pritur mirë komentet e tij, e megjithatë nuk ndikohet prej tyre. Teksa të shumë lajmet për Ledion Liçin kanë qenë edhe për veshjen e tij në Prime-in e fundit, teksa me kanatierën ai u bë meme kudo në rrjete, u bullizua. Teksa ka dalë edhe çmimi i vërtetë i asaj veshje që do ju lër pa mend. Nuk është as pak e zakonshme, megjithatë xhaketa ka qenë në një dizajn i Dolce Gabbana bashkë me outfitin dhe sipas portalit të njohur të luksit Farfetch, ajo kushton plot 3.400 euro. Edhe pse Ledioni nuk eksperimenton shpesh me veshje të guximshme, her pas here ai vendos që të dalë me veshje ekstravagante ku ka marrë mjaft kritika.